Dini cili është burgu më i keq, një shtëpi ku nuk ka rahati dhe nuk ka qetësi. Kjo thoni ka që mirë vlen për shumë partner shembull që jetojnë bashkë me një shtëpi, pothuajse janë dam ose divorcuar. Ata jetojnë bashkë se s'kan çare, i lidhen shembull rrethana, fëmija, ama ata s'kan ndjenja për njëri tjetrin, s'kan dashni për njëri tjetrin. Kështu që duhet me jetu bashkë për momentin. Nuk ka shembull më keq se mu shku te shtëpia ose mu çun sabami me pa një person që ty s'ta do zemra. Ka plot shembull pi grave që ju ndodh, që jetojnë me një burr që s'kan pas ka shkojnë nëse rrethonat edhe ju ka obligu me net me qatona është ka zullumçare tëna të zezat ja ka bo, ama u bo kurban për familje, për fëmijë. Po edhe te burri njëjt ka jetu me një gru që nashta hecja do zemra po shkak i fëmijëve, familjes, rrethonave. Kështu që përpara s'kan pasur zgjidhje me zgjedha, ama sot e ki zgjedhjen. Kështu që ruje me këm po martohesh, ruje ku na pja jep jetën tënde, se për çdo ditë zhurmë, piskame, po është një jetë shumë e gatë që nuk përfundon kur, kështu që nuk ja vlen me gjithkë me jetu.